Një tërmet me magnitudë 3-4 ballë ka goditur pranë bashkisë Përmet. Qarku Gjirokastër, Shqipëri sot më 10 maj 2026 në orën 22:42 me orën lokale. Ose më 10 maj 2026 në orën 20:31 UTC. Siç raportohet nga zbulimi i vulkanit në faqen e tij të internetit. Tërmeti u gjet në një thellësi të cekët prej 18:09 sipërfaqe. Në koordinatat gjërësi gjeografike 20:111 dhe gjatësi 20:4751. Magnituda e saktë. Epicendra dhe thellësia e tërmetit mund të rishikohen brenda orëve ose minutave të ardhshme ndërsa sismologët shqyrtojnë të dhënat dhe përsosin llogaritjet e tyre, ose ndërsa agjencitë e tjera lëshojnë raportin e tyre. Qytetet ose qytetet afër epicendrës përfshijnë Leskovik, Qarku i Korçës, Shqipëria Jugore, që ndodhet 12 ose rreth 7-45 milje nga epicendra. Përmet, Qarku i Gjirokastrës, Shqipëria Jugore, ndodhet 18 ose rreth 11 milje larg. Gjirokastër, Qarku rreth 12, Qarku i Gjirokastrës, 18-0 milje larg. Cakran, Qarku i Fierit, Shqipëria Jugore, ndodhet 92 ose rreth 57 milje larg. Masa e rekomanduar e veprimit është të jesh vigjilent për pasgoditjet e mundshme që mund të ndodhin. Parashikimi i motit për zonën afër epicendrës sot pritet të jetë me vranësira të pjesshme gjatë gjithë ditës me rreshje shiu pasdite. Erë me shpejtësi deri në 1/5 nga jugperëndimi. Le të lutemi që ky tërmet të mos ketë ndikim të madh tek vëllezërit dhe motrat tona atje dhe të mos ketë më tërmete. Amen.